Ju përshëndes gjithëve, atëherë kur ka nisur viti i ri shkollor, shikoni se çfarë ndodh në shkollën e Niklës. Këtu kemi një pirg me plera dhe aty brenda, siç e shikoni, nuk ka shkollë. Nikla ka afro 4 vjet tani që nuk ka as shkollë 9 vjeçare dhe as gjimnaz. Kujdes, tu ka qenë shkolla 9 vjeçare dhe gjimnazi i Niklës. Një gjimnaz i cili në të vërtetës ka mbajtur peshën specifike për gjithë këtë zonë, por jo vetëm. Në vendin ku nxënësit kanë shkruar të parrullën e famshme këtu duam shkollë, shiko se është fshirë tani. Pra është një drejt legjitime që kërkohet kujdes. Në vitin 2025, jemi në tetorin e 2025-s, këtu është pirg me plera dhe shkollë nuk ka, gjimnaz nuk ka. Fëmijët e vegjël të Niklës dhe të fshatrave të tjerë detyrohen që të shkojnë në fushkruj. Imagjinoj tani fillon dhe dimri, fillon dhe i ftohti, se sa vështirësi kanë ata për të shkuar nga Nikla, nga fshatrat e tjerë rreth e qark drejt fushkrujës. Nga klasa e parë deri në vitin e tretë të gjimnazit. Çdo ditë. Këtë duhet shikoj Ministri i Arsimit, këtë duhet shikoj Ministri, mos na bëj shpikje me diellën, por t'i ndërtoj shkollën Niklës. Plot 4 vite. Sepse thonë rëndom që Nikla është vendi i krimit, në Nikël ka vrasje, ka therrje, ka prerje, ndërkohë nga ana tjetër Nikla s'ka shkollë apo jo. Dhe varet çfarë do gërvisht është tek një vend. Po mbyllën një shkollë, do hapet një burg. Atëherë jepi mundësi Niklës, që është një nga vendet më të mrekullueshme të Shqipërisë, me një natyrë të jashtëzakonshme, me njerëz shumë të mirë, nuk mund ta prishni imazhin disa njerëz për një vend kaq të madh. Me mobilerit më të jashtëzakonshme që ka, rrugë tregtare jashtëzakonshme, kanë fituar çmime të para jo vetëm në Shqipëri, por në Ballkan dhe në Europë për mobilje. Një vend i artë, taksa pagus dhe kanë futur në punë njerëz pafund. Nikla me duart e arta, Nikla që pagun taksa dhe thon durët e krimit apo jo. Këtu s'ka shkollë. Atëherë pyetja është kur do ndërtohet shkolla? A kemi të bëjmë këtu me një plan për t'i përzënë njerëzit nga Nikla? Kjo është pyetja. Po të shikonin këtë orë ditës, ka shumë lëvizje sepse janë gjithë prindrit që lejnë punët e tyre, marrin makinën dhe marrin fëmijët nga shkolla. Kjo ndodh çdo ditë, kujdes. Pjesa tjetër që nuk ka makina hipin nëpër autobuza ose gjejnë një transport tjetër publik. Kjo që i kanë bërë Niklës është e paimagjinueshme.